Njohja e Perëndis nga James Inel Packer. Ky libër vjen audio nga Instituti Biblik i Shqipërisë, i përdorur me leje. Për të dëgjuar libra të tjerë audio, vizitoni faqen ton ibsh.al dhe Instituti Biblik i Shqipërisë në YouTube dhe Facebook. Njohja e Perëndis nga James Inel Packer, një naracion nga Mariol Dundo. Kapitulli 14. Perëndia gjykatësi. A besoni në gjykimin hyjnor? Me këtë dua të them, a besoni në një Perëndi i cili vepron si gjykatësi ynë? Me sa duket, shumë njerëz nuk e besojnë. Provo t'u flasësh atyre për Perëndin si atë, si mik, si ndihmës, si dikush i cili na do pavarësisht të gjithë dobësisë, marrëzisë dhe mëkatit ton, dhe atyre do të ndrijë fytyra. Jini në sintoni me ta. Mirë po, provoni t'u flisni atyre për Perëndin si gjykatës, dhe ata ngrysen dhe tundin kokën në shenjë mospranimi. Mendja e tyre distancohet nga një ide e tillë. Atyre u duket si një ide e padenjë dhe e neveritshme. Megjithatë, të pakta janë temat të cilat janë theksuar aq fort në Bibël se sa realiteti i aktivitetit të Perëndisë si gjykatës. Gjykatës është një titull që i atribohet shpesh Perëndisë. Kur Abrahami po ndërmjetësonte për Sodomën, qytetin e mbushur me mëkat, të cilin Perëndia ishte gati ta shkatërronte, ai tha: "Gjykatësi i tërë tokës, a nuk ka për të bërë drejtësi?" Zanafilla kapitulli 18, vargu 25. Jefteu e mbylli ultimatumin e tij drejtuar amonitëve duke shpallur: "Prandaj unë nuk të kam bërë asnjë padrejtësi, dhe ti sillesh keq me mua duke më bërë luftë. Zoti, gjyqtari, le të vendos sot drejtësinë midis bijve të Izraelit dhe bijve të Amonit." Gjyqtarët kapitulli 11, vargu 27. Psalmisti deklaroi: "Sepse Perëndia është ai që gjykon." Psalmi 75, vargu 7. Qohu o Perëndi, gjyko tokën. Psalmi 82, vargu 8. Në Dhjatën e Re, autori i letrës drejtuar hebrejve thot: "Perëndis, gjykatësit të të gjithëve." Hebrejve, kapitulli 12, vargu 23. Këtu nuk po përdoret as pak një gjuhë metaforike. Në fakt, realiteti i gjykimit hyjnor shpaloset faqe pas faqeje në historinë e Biblës. Perëndia e gjykoi Adamin dhe Evën duke i dëbuar ata nga kopshti i Edenit dhe duke shpallur mallkime për vazhdimsinë e jetës së tyre toksore. Zanafilla 3. Perëndia e gjykoi botën e shthurur në kohën e Noeut, duke dërguar një përmbytje shkatërruese për njerëzimin. Zanafilla kapitulli 6, vargu 8. Perëndia e gjykoi Sodomën dhe Gomorën, duke i përpir ato në një katastrofë vulkanike. Zanafilla kapitujt 18 dhe 19. Perëndia i gjykoi mbikëqyrësit egjiptian të Izraelit, sikurse kishte paralajmëruar. Shih Zanafilla kapitulli 15, vargu 14. Duke hedhur mbi ta tmerret e 10 plagëve. Eksodi kapitulli 7 deri në 12. Perëndia i gjykoi ata që adhuruan viçin e artë, duke i përdorur levitët si ekzekutuesit e gjykimit të tij. Eksodi kapitulli 32, vargjet 26 deri në 35. Perëndia e gjykoi Nadabin dhe Abihun, pasi ofruan një zjarr që nuk u ishte kërkuar. Levitiku kapitulli 10, vargjet 1 deri në 3. Sikurse më vonë, ai gjykoi Koreun, Dathanin dhe Abiramin, të cilët toka i përpiu kur u ça. Perëndia e gjykoi Akanin
për vjedhjen e sendeve të destinuara për shfarosje. Ai dhe familja e tij u shfarosën. Jozueu, kapitulli 7. Perëndia e gjykoi Izraelin për pabesinë e treguar ndaj tij pasi hyn në tokën e Kanaanit, duke i nënshtruar nën pushtetin e kombeve të tjera. Gjyqtarët, kapitulli 2, vargjet 11 deri në 15, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 8, kapitulli 4, vargjet 1 deri në 3. Madje para se ata të hynin në tokën e premtuar, Perëndia e kishte paralajmëruar popullin e tij se do t'i shpërngulte nga toka e premtuar si ndëshkimin më të rënd për mëkatin e tyre. Në fund, pas paralajmërimeve të njëpasnjëshme nga profetët, ai i gjykoi duke e përmbushur këtë kërcënim. Mbretëria e Veriut, Izraeli, u bë viktim e dëbimit në Asiri dhe mbretëria e Jugut, Judea, u dëbua në Babiloni. 2 mbretërve kapitulli 17, kapitulli 22, vargjet 15 deri në 17, kapitulli 23, vargjet 26 deri në 27. Perëndia i gjykoi në Babiloni Nebukadnesarin dhe birin e tij Belshatsarin për mëkatin e tyre. Të parit ju dha kohë për të ndryshuar. Danieli, kapitulli 4, vargjet 5, 27 dhe 34. Ndërsa të dytit nuk ju dha. Danieli, kapitulli 5, vargjet 5 dhe 6, 23 deri në 28 dhe vargu 30. Tregimet e gjykimit të Perëndisë nuk kufizohen vetëm në dhjatën e vjetër. Në historinë e dhjatës së re, gjykimi ra mbi hebrejt që e mohuan Krishtin. Mateu, kapitulli 21, vargjet 43 deri në 44. 1 Thesalonikasve, kapitulli 2, vargjet 14 deri në 16. Mbi Ananian dhe Safirën, që gënjyen Perëndin. Veprat e apostujve, kapitulli 5, vargjet 1 deri në 10. Mbi Herodin, për krenarinë e tij. Veprat e apostujve, kapitulli 12, vargjet 21 deri në 23. Mbi Elimasin, për kundërshtimin e tij ndaj Ungjillit. Veprat e apostujve, kapitulli 13, vargjet 8 deri në 11. Dhe mbi të krishterët në Korint, të cilët ishin bërë pre e sëmundjeve. Gjë e cila në disa raste arriti deri në vdekje, për shkak të mungesës së nderimit, sidomos në lidhje me darkën e Zotit. 1 Korintasve, kapitulli 11, vargjet 29 deri në 32. Këto janë thjesht një përzgjedhje e rasteve të shumta të gjykimeve hyjnore që përmban Bibla. Kur kalojmë nga pjesët historike të Biblës tek pjesët instruktuese të saj, ligji, profetët, autorët e fjalëve të urta, fjalët e Krishtit dhe të apostujve, shohim që mendimi i aktivitetit gjykues të Perëndisë spikat fort mbi çdo gjë tjetër. Legjislacioni i Mojsiut u dha nga një Perëndi i cili është vetë një gjykatës i drejtë. Ai nuk do të hezitojë që të imponojë dënime përmes veprimit të drejtë për drejtë të provanisë nëse populli i tij e shkel ligjin e tij. Edhe profetët mbështetin të njëjtën temë. Në fakt, pjesa më e madhe e mësimit të tyre në shkrim përbëhet nga shtjellimi dhe zbatimi i ligjit, bashkë me kërcënime gjykimi ndaj atyre që e shkelin ligjin dhe nuk pendohen. Profetët kalojnë më shumë kohë duke predikuar gjykimin se sa kalojnë me parashikimin e ardhjes së Mesias dhe të mbretërisë së tij. I njëjti këndvështrim shfaqet edhe në letërsinë e urtësisë, një nga siguritë themelore që përshkruan thelbin e të gjitha diskutimeve mbi problemet e jetës në librin e Jobit të predikuesit, si dhe në të gjitha aforizmat praktike të fjalëve të urta. Është tema Perëndia do të të therras në gjyq.
Perëndia do të vërë të gjykohet çdo vepër, edhe çdo gjë që është fshehur, qoftë e mirë apo e keqe. Predikuesi kapitulli 11 vargu 9 dhe kapitulli 12 vargu 14. Njerëzit që me të vërtet nuk e lexojnë Biblën përpiqen të na bindin me plot vetbesim se kur kalojmë nga dhjata e vjetër në dhjatën e re, tema e gjykimit hyjnor kalon në plan të dytë dhe zbehet. Mirpo, nëse shqyrtojmë dhjatën e re, qoftë edhe kalimthi, zbulojmë menjëherë që theksi i dhjatës së vjetër mbi aktivitetin e Perëndisë si gjykatës, jo vetëm që nuk zbehet, por në fakt intensifikohet. Në të gjithë dhjatën e re, mbizotëron ideja e ardhjes së sigurt të ditës së gjykimit universal. Problem ky që na sjell tek pyetja: si mundemi ne mëkatarët të pajtohemi me Perëndin deri atëherë? Dhjata e re sheh drejt ditës së gjykimit, ditës së zemërimit që po vjen, dhe e shpall Jezusin, shpëtimtarin hyjnor, si gjykatësin e caktuar nga Perëndia. Gjykatësi i cili qëndron te dera, Jakobi kapitulli 5 vargu 9, gati të gjykojë të gjallë e të vdekur, 1 Pjetrit kapitulli 4 vargu 5, gjykatësi i drejtë, i cili do t'i jap palit kurorën e tij, 2 Timoteut kapitulli 4 vargu 8, është Zoti Jezu Krisht. Ai është ai që Perëndia e ka caktuar gjykatës të gjallëve dhe të vdekurve. Veprat e apostujve, kapitulli 10, vargu 42. Pali i tha Athinasve që Perëndia ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë të një burri të cilin ai e ka caktuar. Veprat e apostujve, kapitulli 17, vargu 31. Ndërkohë, ai u shkroi Romakëve: Perëndia do të gjykojë të fshehtat e njerëzve me anë të Jezu Krishtit, sipas ungjillit tim. Romakëve, kapitulli 2, vargu 16. Vet Jezusi thot të njëjtën gjë, sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ja dha Birit. I ka dhënë gjithashtu pushtet të bëjë gjyq, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë të vrarë do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin prej tyre, ata që kanë bërë të mira në ringjallje të jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e gjyqit. Versioni Bibla e Anglishte së re thot: do të ngrihen për të dëgjuar dënimin e tyre. Gjoni, kapitulli 5, vargu 22, vargjet 27 deri në 29. Jezusi i dhjatës së re është jo vetëm shpëtimtari i botës, por edhe gjykatësi i saj. Karakteristikat e gjykatësit. Mirpo, çfarë nënkupton kjo? Çfarë përfshihet në konceptin e Atit ose Jezusit si një gjykatës? Ky koncept përfshin të paktën 4 mendime. I pari, gjykatësi është një person me autoritet. Në botën e Biblës, mbreti ishte gjithmonë gjykatësi më i lartë, duke qenë se ai ishte autoriteti më i lartë sundues. Mbështetur mbi këtë ide, sipas Biblës, Perëndia është gjykatësi i botës së tij. Si krijuesi ynë, ai na zotëron, dhe si pronari ynë, ai ka të drejtë që të vendosë për ne. Prandaj, ai ka të drejtë që të na jap ligje dhe të na shpërblejë mbi faktin nëse i zbatojmë apo jo këto ligje. Në shumicën e shteteve moderne, pushteti legjislativ dhe ai gjyqësor janë të ndarë, në mënyrë që gjykatësi të mos gjykojë sipas ligjeve që ka bërë vetë. Mirpo nuk ndodhte kështu në botën e lashtë dhe nuk ndodh kështu as me Perëndin. Ai është njëkohësisht ligjvënësi dhe gjykatësi. Mendimi i dytë. Gjykatësi është një person simbol i së mirës dhe i së drejtës.
koncepti modern i një gjykatësi gjakftohtë dhe të paanshëm nuk gjen vend në Bibël. Gjykatësit biblik i kërkohet që ta dojë drejtësinë, të veprojë sipas ligjit dhe ta përbuzë çdo keqtrajtim të një personi nga një tjetër. Një gjykatës i padrejtë, të cilit nuk i intereson triumfi i së drejtës mbi të gabuarën, konsiderohet një ligësi e madhe sipas standardeve biblike. Bibla e shpall pamëdyshje që Perëndia e do drejtësinë dhe e urren paudhësinë, dhe si gjykatësi ideal, simbol i së mirës dhe i së drejtës, përmbushet përsosmërisht në të. Mendimi i tretë. Gjykatësi është një person me urtësi për ta dalluar të vërtetën. Në sfondin biblik, detyra e parë e gjykatësit është që të vlerësojë faktet e çështjes që i kanë sjell për të gjykuar. Aty nuk ekziston koncepti i sotëm i një jurie vendimarrëse. Vetëm ai ka përgjegjësinë për të pyetur e për të hetuar palët, për të dalluar gënjeshtrat dhe për të pikasur shmangjen e ligjit, në mënyrë që të përcaktojë realitetin e situatës. Kur portretizon Perëndin duke gjykuar, Bibla thekson gjithdijen dhe urtësinë e tij si hetues i zemrave dhe zbulues i fakteve. Ati nuk mund t'i shpëtojë asgjë. Ne mund t'u hedhim njerëzve hi syve, por nuk mund t'ja hedhim dot atij. Ai na njeh dhe na gjykon, siç jemi në të vërtetë. Kur Abrahami e takoi Zotin në trajt njerëzore të listat e Mamres, ai i la Abrahamit të kuptojë se po shkonte në Sodom për të përcaktuar të vërtetën e situatës morale atje. Dhe Zoti tha: "Meqense britma që ngrihet nga Sodoma dhe Gomora është e madhe, dhe meqense mëkati i tyre është shumë i rënd, unë do të zbres për të parë nëse kanë bërë me të vërtetë sipas britmës që ka arritur tek unë. Në rast të kundërt, do ta mësoj." Zanafilla, kapitulli 18, vargjet 20 dhe 21. Kështu ndodh gjithmonë. Perëndia do ta mësoj. Gjykimi i tij është sipas së vërtetës, sipas së vërtetës reale, sikurse edhe sipas së vërtetës morale. Ai gjykon të fshehtat e njerëzve, jo vetëm shfaqjen e tyre publike. Jo më kot pali thot, sepse ne të gjithë duhet të shfaqemi para selisë së gjykatës së Krishtit. 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 10. Mendimi i katërt. Gjykatësi është një person, edhe njëherë. Gjykatësi është një person me pushtet për ta ekzekutuar vendimin. Detyra e vetme e gjykatësit modern është të shpallë vendimin. Është departamenti i ekzekutimit gjyqësor që e zbaton atë vendim. Kështu ishte dhe në botën e lashtë. Mirpo, Perëndia është ekzekutuesi i vendimeve të tij. Sikurse i nxjerr ligjet dhe i shpall dënimet, Perëndia gjithashtu edhe e ekzekuton dëshkimin. Tek ai janë të ndërthurura të gjitha funksionet gjyqësore. Shpagimi. Bëhet e qartë nga sa kemi thënë tashmë se shpalosja që Bibla i bën aktivitetit të Perëndisë si gjykatës është pjesë e dëshmisë së saj për karakterin e tij. Ajo konfirmon atë që është thënë Gjetiu për përsosmërinë e tij morale, karakterin e tij të drejtë dhe drejtësinë e tij, për urtësinë, gjithdijen dhe plot fuqinë e tij. Ajo na shfaq gjithashtu se zemra e drejtësisë, e cila shpreh natyrën e Perëndisë, është shpagimi. Dhënia gjithkujt atë që meriton, sepse kjo është në thelb detyra e gjykatësit. Shpërblimi i së mirës me të mirë dhe i së keqes me të keqe është diçka e natyrshme për Perëndin. Prandaj kur dhjata e re flet për gjykimin final,
e paraqet atë gjithmonë në temat e shpagimit. Ajo thot që Perëndia do t'i gjykojë të gjithë njerëzit sipas veprave të tyre. Mateu kapitulli 16, vargu 27, zbulesa kapitulli 20, vargjet 12 dhe 13. Pali e përforcon këtë ide. Perëndia që do ta shpaguaj secilin sipas veprave të tij, atyre që kërkojnë me durim në vepra të mira lavdi, nder e pavdekësi, do t'u jap jetë të përjetshme. Por atyre që grinden e nuk i binden së vërtetës, por i binden padrejtësisë, indinjat dhe zemërim. Mundim dhe ankth mbi çdo shpirt njeriu që vepron të ligën, por lavdi, nder e paqe, cilit do që vepron të mirën. Judeut më parë e pastaj grekut. Sepse te Perëndia nuk ka anësi. Romakëve, kapitulli 2, vargjet 6 deri në 11. Parimi i shpagimit shfaqet kudo. Të krishterët, ashtu si edhe jo besimtarët, do të shpërblehen sipas veprave të tyre. Të krishterët përfshihen në mënyrë të qartë në varg kur Pali thot: sepse ne të gjithë duhet të shfaqemi para selisë së gjykatës së Krishtit, që secili të marrë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keq. 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 10. Prandaj shpagimi shfaqet si një shprehje e natyrshme dhe e paracaktuar e karakterit hyjnor. Perëndia ka vendosur që të jetë gjykatësi i çdo personi, duke e shpërblyer secilin sipas veprave të tij. Shpagimi është ligji i pashmangshëm moral i krijimit. Perëndia do të sigurohet që herët avon secili të marrë atë që meriton. Nëse jo në këtë botë, atëherë në tjetrën. Ky është një nga faktet thelbësore të jetës. Duke qenë se jemi krijuar në shëmbëllimin e Perëndisë, ne të gjithë e dimë në zemrat tona që kjo është e drejtë dhe kështu duhet të jetë. Siç e tha edhe një gangster, ndonse jo me shumë të drejtë në rastin e tij. Ne ankohemi me shprehjen nuk ka fare drejtësi. Problemi i psalmistit jehon vazhdimisht në përvojën njerëzore sa herë shihte njerëzit e pafajshëm që të viktimizoheshin dhe të paudhët nuk pësonin goditje si njerëzit e tjerë, por begatoheshin dhe nuk hiqnin si vdekatarët. Psalmi 73. Mirpo karakteri i Perëndisë është garancia që të gjitha padrejtësitë do të rregullohen një ditë. Në ditën e zemërimit dhe të zbulesës së gjyqit të drejtë të Perëndisë, Romakëve kapitulli 2 vargu 5, shpagimi do të jetë i përpikt dhe nuk do të na mundoj me asnjë problem padrejtësie hyjnore. Perëndia është gjykatësi. Prandaj, drejtësia do të bëhet.